Imami i Çabës nuk e ka vizitu Strumicën, as nuk e ka vizitu Shtipin, as nuk e ka vizitu Kriva Pallonte, as nuk e ka vizitu manastirin. Imami i Çabës e ka vizitu Kumanovën, Gostivarin, Tetovën dhe Shkupën. Reagimi jem sonte është ky. Të thuaj se të gjithë shqiptarët shkuan të dalin në foto me imamin e Çabës ose të lidhen pas imamit Çabës, nuk mba. Disa të tjerë janë kontë kujdesshëm se imami i Çabës lidhet me muslimanët. Muslimanët kanë të drejtat e tyre se janë kombë. Je keni kuptuar tani, fjala kombë është organizim politik. Bashkia Islame, Islamska Zajednica është organizim politik, është kombë, mbeti që kërkon shtet, është shtet në shtet. Për momentin Bashkia Islame në Maqedoni e luan rolin shtet në shtet, por është e menaxhueshme prej strukturave të regjimit për t'i damtu shqiptar. Por ajo një ditë ka kapacitet dhe potencial Bashkia Islame me dëmtu edhe komplet shtetin.